Në mbalvitjen e flamurit kombëtar dhe me pankarta kundër qeverisë, qindra qytetarë janë mbledhur dhe kanë marshuar përgjatë bulevardit kryesor të kryeqytetit në një protestë që sipas organizatorëve përfaqësoi një reagim qytetar ndaj situatës politike në vend. Në tubim kanë marrë pjesë qytetarë nga kategori të ndryshme sociale dhe grup mosha të ndryshme, përfshirë të rinj, student, pensionistë, profesionistë dhe familjar, si dhe shqiptarë të ardhur nga diaspora. Pjesëmarrësit e kanë cilësuar protestën si shprehje të pakënaqësisë publike dhe si kërkesë për ndryshimet në drejtimin politik të vendit. Pas marshimit, qytetarët janë mbledhur përpara godinës së kryeministrisë ku janë mbajtur fjalime nga organizatorë dhe përfaqësues të lëvizjes. Në deklarimet e tyre ata kanë ritheksuar 5 kërkesat kryesore të protestës, ku në qendër mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Krahas kësaj, ata kërkojnë krijimin e një qeverie teknike, ndryshime kushtetuese dhe reforma që sipas tyre garantojnë zgjedhje të lira dhe funksionim normal të institucioneve. Gjatë fjalimeve, organizatorët kanë theksuar se protesta nuk ka karakter të përkohshëm, por përfaqëson një lëvizje të vazhdueshme qytetare. Në përmbyllje të tubimit, ata kanë deklaruar se mobilizimi do të vijojë edhe në ditët në vijim, deri në përmbushjen e kërkesave të shpadhura që në nisje të protestës.